shumë shpesh e hasim në supermarketet tona që çmimi është ndryshe te rafti e ndryshe te arka. Edhe që kjo nëse kish pas një ligj që ndeshkon qëta të kshitësi, pra veçin ka ligji, po na që do thotë që na qytetarët nuk hulumtojmë shumë rreth drejtave tona, e që mirët se ki ganja ma heret që na thjesht i bojna konsumatorët më ndi keq me kërku drejtën e tyne. Që është të lashe me madhe që kanë. Avokat, çka pësën marketi nëse na si individ, si vlerës në këtë rast, ose ku duhet me orientu? Spari të tregojmë procedurën të cilat qytetarët apo konsumatorët duhet të ndjekin. Momentin që e sheh një produkt me zbritje, edhe në kacë pagun tjetër çmim, atëherë duhet të bëj fotografi në produktin dhe në çmimin, duhet të kthehet. Duhet të kthehet dhe të bën fotografi në produktin që është zbritje dhe të bën fotografi edhe faturën të cilën në kuponin fiskal, të cilët ju ka lëshuar mall. Çto dy fotografi ja çon inspektoriatit të tregut, që është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Kjo ankesë mund të shqyrtohet edhe online, mund të bëhet dhe mund të parashtrohet online. Nuk ka nevojë me shku, nuk është ndaj kohë e caktuar si të shkon në shtëpi, mundet me procedurë tutje dhe Ministria e Tregtisë, konkretisht Inspektoriati i Tregut, ja kthen përgjigjen që ai e ka për detyrë me shku me inspektu biznesin e fjalë dhe e shes që fatura ka qenë ndryshe, zbritja ka qenë ndryshe dhe atëherë gjobitet biznesi.